Prisha sot një opozit më organike, një opozit më civile, më të organizuar, spari nga strukturat, nga qasja, nga mënyra si komunikon me qytetarin, nga mënyra çfarë ju ofron votuesve, nga mënyra çfarë ju ofron spektrit gri. Pra do ta shikoja një institucion klasik dhe tradicional në ato pozit, pavarësisht ka numrat, se edhe sot ka 50 deputet, po ama nuk janë pak. Me dignitet duhet ta trajtojë atë situatë. Lidhur me protestat, për mua nuk ka shumë rëndësi 10 apo 15.000 apo 20.000, sepse kjo qeveri ka 86 me gjithë koalicionin. Ai nuk mundesh ta shembësh, jo me 10.000, po edhe po të sjellësh 100, nuk mund të sjell për 100.000. Unë nuk jam kundër protestave. Jo, protestat jo, më pasaj fakisitet kanë. Pra, ai atë kapacitet ai më tepër unë kam merakun ke ajo që mos që e rrëzojmë sot dhe rrëzojmë nesër, do shkoj ke qeveri teknike nesër, do shkoj ke qeveri teknike pas. Edhe qeveria teknike nuk bëhet. Ashtu. Po, shiko, ne nuk kesi bo se s'ke instrumenta tjera me bloku, por nëse shkoj të kana tjetër, i ke 100.000, 50.000, je i zoti, rëzoje, s'ka nevoj me mor leja, s'kujtë rëzoje. Po s'ka nevoj. Rëzoje, ka që shfare e thjesht, mos përcakto as stacion të parët punë, rëzoje se e merito për të rëzuar, por edhe njerë, lidhur me opozitën, thash njëra është shkak, por ama i lirë ne duhet protestojmë për veten tonë si qytetar. Unë nuk mund të akuzoj opozitën se s'më organizoj mu protesta. Ne duhet kemi shpirtin e protesta, reagimi qytetar duhet ta kemi si qytetar. Për ta përmbledh, me që dole këtu, fakti që ne nuk kemi protesta, që të lini ka qenë një ajo armëve që doli herë. Armëve kimike, e vetmja. Pra, në këto 35 vjetë, ne nuk kemi tregu që kemi një shoqëri të ndërgjegjshme. Po se kemi vetë reagimin e kemi. Fakti, unë nuk di në i vend perëndim që vetëm vendet autoritaristë mund të organizojnë protestat, një opozit politike, dhe atje jo, del populli. Pra, ne nuk e pa një organizim, një protest pa partit politike. Po pra, unë këte nuk e pëlqej, pra prandaj thash unë kjo tregoj që shoqëria civile Rama ka plotësisht drejtë, thotë ku e ka vorën ti çoj lule. S'kemi pse nuk kemi ndërgjegje qytetare, nuk kemi ndërgjegje kombëtare, nuk kemi ndjesi për masakrën që i bëjmë vendit tonë.